Përshëndetje hoxh, kam bërë thot një haram, jam penduar kaq shumë sa veç lut Zotin thot natë e ditë, të më falë thot gjunahun që kam bërë, kam shumë frikë. Thot jam gati në depresion për këtë haram. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj, elus Zotin e qetësisë që të falë, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të bësh vepra të mira, sepse të mirat janë shkak për fshirjen e të këqijave. Kështu kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam. Mos e humb shpresën tek Zoti i gjatësisë. Allahu i lartësuar fal dhe mëshiron. Zoti i gjatësisë i do ata që pendohen. Kështu që të këshilloj me reflektu, me vazhdu me punë të mira. Mendo për pra jetën përpara. Çfarë ka kaluar, mos u kthe më tek ato mëkate, tek ai gabim. Nëse është diçka që ja ke marrë dikujt, ktheja. E nëse është një padrejtësi që i ke bërë dikujt, jepi hakun atij dhe reflekto. Pra, urreje kthimin në mëkat dhe fillo një faqe të re në jetën tënde. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Zoti i gjatësisë fal dhe mëshiron.